Këtu është horoskopi e diel 23 nëntor 2025. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Nuk është një situatë e vështirë, por është e qartë se prej disa muajsh ju jeni nënshtruar sprovave të vazhdueshme personale, familjare dhe fizike. Mundohuni të shmangni komplikimet, dëshironi të ndryshoni jetën tuaj, por kini kujdes nga njerëzit e rrem dhe hapat e rrezikshëm. Demi. Nëse muajt e fundit ka pasur vonesa për shkak të një mosmarrëveshjeje, një çështje ligjore apo një shitje, shumë gjëra do të zhbllokohen në javët në vijim. Binjaket. Të ndihesh pak i shqetësuar ose nervoz është pothuajse normale. Mosmarrëveshje për dashurinë. Gaforja. Ju duhet të shkurtoni të gjitha referencat e panevojshme, të mbyllni situata të vështira, një zemërim i caktuar mund të rritet veçanërisht nëse dikush është duke u përpjekur t'ju ndaloj, të imponoj vetë, diskutime të mundshme. Luani. Mos e shtyni deri nesër atë që mund të bëni sot. Është e dobishme në këtë periudhë të shikosh të ardhmen me optimizëm, të mos tregohesh shumë jashtëpër me të gjithë. Virgjeresha. Në mbrëmje ju rigjeni energjinë. Nga pikpamja emocionale, një ditë e ashpër por në një sens pozitiv. Peshorja. Pasionet gjithmonë duhet të luajnë një rol të madh në jetën tuaj, por nuk është e lehtë të jetosh ato në një mënyrë të fortë, emocionuese. Lërini ata që e kanë me vete, por mbani pozicionet tuaja me çdo kusht. Akrepi. Qetësi më e madhe mendore, siguri dhe lehtësim që ndodh në jetën e përditshme. Dëshira dy fish, ata që kanë qenë në çift për ca kohë e legalizojnë atë ose bëjnë zgjedhje të rëndësishme. Shigjetari. Ditë të mbar, ju mund të planifikoni më mirë atë që dëshironi të bëni në kohën tuaj të lirë. Në dashuri, favorizoni të rinjt dhe të vetmuarit. Britsjapi. Zemra rre shpejt, emocione në pis. Është e vështirë për dikë që të kundërshtoj ose të ndaloj, por një përgjigje mund të vijë sot. Ujori. Ashtë pak ditë e lodhshme, duhet të përpiqesh të lësh hapësirë për argëtim. Mos veproni me nxitim. Peshqit. Ditë shumë aktive për sa i përket dashurisë. Problemi është të kuptosh se çfarë dëshiron vërtet, por edhe në këtë rast ndriçimi i mirë do të vijë së shpejti. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi së shpejti.